veprim, shikoj gjykata e kupton këtë që do bëjun apo nuk e kupton. Dhe Rama çfarë tha? Që na duhet procedura. Gabimi. Pse? Se për gjithçka është procedurë. Pra, po themi kodi procedurave administrative. Rama nuk e ka lexuar çfarë do thotë ajo. Ja, çfarë budalliqe. Kodi procedurës civile. Çfarë më duhen ato budalliqe. Kodi procedurës penale. Çfarë janë ato budalliqe. Do s'janë për ne. Pra Rama tha një gabim në komisionin e timor ku ishte për incineratorëve. Dhe jam i bindur që të gjithë këta që janë pjesë e Ramës nuk pyesin për procedurë. Nuk e kanë lexuar procedurën. Pra unë kur përdor procedurën në aspektin gjyqësor, edhe normalisht edhe kur shkoj në një institucion, unë në një moment mund të bëj edhe me qëllim gabim procedurial. Pse? Sepse nuk marr unë vendimarrje. Unë jam avokat. Unë dua që ai kur të marrë vendimarrje, po është në interesin tim, ore, ekziston një nen aty që thotë diçka tjetër, përveç atij nen që keti në mendje, kupton? Edhe ai tani futet në sikletë thotë, ore, kë e di unë ashtu, pas ka edhe ky, po ja ti balancojmë të dyja, edhe ajo jep drejtësi. E kupton tani kush është e gjitha. Pra, ti nuk shkon ti thua gjyqtarit o sa i bukur jam, o sa i mirë, unë jam ylli botës, e kupton? Sepse unë kur jam në shkallë parë, nuk të investoj aty të them gjitha. Unë të bëj investoj aty që ai të gaboj, të thotë, çaj e ti, e kupton? Si puna t'ishte Ramë, të thotë, kush je ti, e kupton? Pra, ti duhet të dish se si duhet të përdorësh edhe politikën, edhe aspektin juridik, edhe aspektin social, se ka lidhje me popullin. Sepse si edhe njerëzor, si njerëz jemi të gjithë, lëvizim. Se cili ka instinktin ndryshe, se çdo njeri e percepton ngjarjen ndryshe. Pra ti do më thuash, ai është gjigant kështu, vetëm Hitleri dinte ku erdhi koha e mbarimit. Më kupton? Të gjithë të tjerë thosh, "Ça? Ti do flasësh? Pushkatim." E kupton? Po të shkoj ti thoj që Hitleri, vlla ka mbaruar ky. Ato kishin pushkatuar. Po çfarë bën Hitleri? Kur vinte momenti i fuqizimit, lart, se ti e di ti, është kurba, dhe lart shkon. Kur ka, pastaj fillon e shikoj çfarë ndodh këtu. E çuditshme kjo gjë. Pse nuk duhet kishte vazhduar? Pra të kishte marrë një mas tjetër, sepse ngel këtu. Tani këtu, ku ngel këtu, o do biesh kështu, o do biesh kështu, o kështu, o kështu. Më kupton? Po kjo do bie. Nuk ka se si të rrezhe. Dhe shiko, të ta jep kështu. Edhe për Ballukun, edhe për Veliajin, edhe për Berishën, edhe për Metën, edhe për Ramën, gjithë. Zotëri, ka arritur kështu. Tani, ti je i zgjut, o të biesh kështu, se kështu është e rrezikshme. Pra, rënja do të jetë në nivel më të bukur. Shikoni ju të gjithë, vendosni dorën tuaj dhe shikoni. Çfarë është kjo? Pra, njeriu është histori, është fakt, është sjellje, është traditë, është ADN. Pra, i ka të gjitha këto. Dhe forma e vetë është e tillë që në disa të gjithë njerëzit janë njësoj. Të gjithë janë njësoj në disa aspekte. Pra, të gjithë kemi në veten tonë dorë, aq sa kemi. Pra, duhet të kuptojmë që Rama ka mbarim. Duhet të kuptojmë që të gjithë këta kanë mbarim. Pse? Se manuali i tyre është i tillë që e kanë nisur gabim edhe ta çojnë punën deri në fund gabim. Se në rast se këta do të kishin marrë masa, nuk do të përfundoni dashur në prokurori. Bëni 10 vite punë o vlla, merrnin lekët, tu pafsha u bofsha edhe shtetet mira. Në rast se ishin okay me veten e tyre. Por këta çfarë? Për shkak se nuk kanë studiuar që ka edhe ulje edhe ngritje, po ka pastaj ulje edhe zi nga shtypë shfrenat, ta nuk e perceptojnë këtë gjë. Dhe thonë çfarë thonë? Jemi sa jemi në plasin e në fund fare. Dim ne ka rrugëzi në Shqipëri jemi. A kupton tani? Se pastaj është ajo Shqipëri jemi. Po jo, sepse ti mund të jesh në Shqipëri, por ai i cili ka marrë urdhër për ty, po të bën diçka që për ty nuk është e ndershme. Po për shkak se ti ke heshtur, nuk e folur, u futë Erion Velia në burg. I 5 socialistët apo komunistët flasin për Erion Velin. Asnjëri, e qepën. Mirë nuk kanë folë ato që janë eksponent Partisë Socialiste. Por njerëz që votojnë Partisë Socialiste, si nuk kanë reaguar? Së është gjë e rëndë kur fut një djalë të ri. Ore,
e doni Velin, nuk e do është puna juaj, nuk më hyn punë fare mua kjo. Po nuk mundet unë që se kam votuar Erion Velin, dhe të vërtetën, unë asnjëherë as 2015, as 2019, as 2023 nuk e kam votuar Erion Velin. Që në ditën e parë kur ka dalë në politikë bërë shqiptar fare, as të mjafti, as një lidhje s'kam pasur. Por nuk mund të flas unë për Erion Velin, për prezumimin e pafajësisë, për gabimet procedurale që i bën, dhe ata të cilët e kanë votuar, kanë qenë nga mrapa, kanë bërë sekserin, kanë bërë çfarë të shpirtit kanë bërë, mos të thënë një fjalë. Pra e kupton çfarë pabesie ekziston edhe ata të cilët janë aktualisht sot në Partinë Socialiste flas. Unë flas për Partinë Socialiste. Pra, rreziku që i kanoset Partisë Socialiste është më i rëndë se Partisë Demokratike. Nuk e kuptojnë dot, sepse janë në Everest, po si puna gjykatësit. Pra, do të jap edhe këtë faktin e fundit. Në rast se unë do shkoja në një gjykatë dhe thoya, "Ore, unë nuk po shikoj situatën mirë tek ju, se keni hyrë në Everest." Everesti, është Everesti më i madh Bali, çfarë është ajo? Bravo. Keni hyrë atje lart dhe këtu nuk jeni në tokë. Po bëni gabim vetes. Do ketë pasoja. Që më intereson më pse mund të ketë pasoja. Qytetari thjesht pa plasë. Çu thotë ju ai që është në gjykatë, edhe në prokurori? Mos u perroni. Ky është fjalë me plasë ekziston. Nuk është mashtrim. E di pse thot atë? Po kush do më kontrolloj mua kur e bleva vendin e punës me vettingun? E kuptove tani? Pse? Se ka bërë sistema ai. Ka gjetë ndaj dy dallave regji, kanë marrë një flamun nga mrapa duke bërë reformën e famshme në padrejtësi, ka paguar ai dhe thot tani, kur këtu ka paguar të këto që kanë bërë reformë, po çfarë do marrë përgjigje ky qytetari? Dhe kur kjo bëhet sistem, qytetari çfarë thot? Çfarë kështu edhe pe 6 thetorin. E imagjinonte në njëri këta të vettingu që kanë kaluar edhe sot na bëjnë edhe siguria jetojnë në Everest atje lart? Por tani që ti thua po zbrit, se unë i them, zbrisni, mos zbrisni dhe hajdeni në tokë. Hajdeni këtu, jo atje lart, se jeni në Everest. Kur i thua për kadastrën, po i thua për shumë institucione të tjera. Prandaj që ta konkludoj dhe të them për këtë rast, dhe në fund fare do të kuptosh. Derisa lajmi ka dalë për Ballukun, pa gjë nuk është dhe sigurisht që situata nuk do jetë mirë për Partinë Socialiste në të ardhmen. Avokat, të falenderoj shumë për të gjithë analizën shtëruese që bët për këtë çështje, por dhe situatën politike dhe derivatet e mundshme që mund ndodhin më pas. Të falenderoj shumë. Edhe unë ju falenderoj për ftesën.